Botë ishte ditur, s'do vërtet okay, në momentin që ajo futet në Big Brother, do të si lojtare e plot dhe jo për kesin, atëherë edhe neve kemi të drejtën tonë që të bëjmë pyetje për sa i përket kësaj çështje. Dhe ju jeni pas publike. Ta kesh pavarësisht Olorna, pavarësisht se një njeri nuk e definion një marrëdhënie. Absolutisht nuk kemi pyetur absolutisht ti kalon, nëse ajo se ka absolut se gati me kesin. Absolutisht ja nuk e tha, unë nuk kam bërë atë pyetje, e ke bërë ti. Jo, ja kam bërë pasi kam pyetur çfarë merresh. Po, ke bërë ti atë pyetje, unë se kam bërë fare. Jo, s'ka çfarë kesin. Ne kemi thënë kesin, ke qenë ti prezant, dhe kesi sa ka dhënë një përgjigje. Nëse do ta ndash me ne, ne jemi kurioz. Meqense ti je pas publike. Aty ke qenë ti pas. Një sekond. Po që unë vesh një këshill të vogël për ta jap. Mendo që Selina është, a din mendoj si lojtare. Se nesër mas nesër, okay, ju mund të keni një lidhje, nesër mas nesër nashta nuk jeni për njëri tjetrin. Dhe nesër mas nesër ajo do martohet, do fejohet me dikë tjetër. Kështu që mendo vesh një sekond. Mendo thjesht sikur është një motra jote ose një diçka, edhe gjonat që nuk thuhen e që nuk duhet thanë, lej për vete. Le që a thënë gjithë lej për vete. Se nuk jam njëri u rrugë, se këtë këshill që përma thua ti këtë gjithë sa po shpjegua para 3 minutash. Nesër mas nesër nashta ju lidhe një 2-3 vite, po nesër mas nesër nashta ajo ka fa dikë tjetër. Edhe adin kjo gjaja që mbesin të rjetën. Kështu që e kuptove tani sepse unë jam kaq rezervuar dhe në diskutime dhe në çdo lloj gjëje. Jo, që nuk më ka pëlqy, ajo fjalia që i kishte thënë përgjithësi kush e ka provu e ka shiju. Sepse ishte biseda shumë e rëndë dhe ishin vetëm kunja kundrejt me në mënyra bam bam bam. Ishte pesta e gjashta pavarësisht se si doli aty. Ishte pesta e gjashta, si ishte unë aty ku jeti. Ti sepse ajo tha, ti, e vetëm gjë që ti paraqitesh është gjatësia. Jo, ajo nuk e thashu. Tha, po ti s'pas ke pas një gjë tjetër më u paraqit që pas ke thënë për gjatësi. Në tërësi kjo ishte koncepti. Tregove gjatë me shkatën, respektoj këtë gjë. Edhe familja e saj nga jashtë, kur shef që je person që ja respekton këtë gjë për Zotin, do ke gjithmonë një derë hapur. Nuk i dihet jetës si vinë rrethonat, kështu që asnjëherë se vetveten e nxjerr keq, asnjëherë se nesër mas nesër mund t'jetë fati dikuj tjetër edhe veç që i prish punë. Zemra ime, bravo. Dakor, po tash dhe ajo është e vetëdijshme ku ka hyrë rubrikën tash, mos e bëjmë. Po jap respektin. Ne gjithë po japim respekt. Ajo përputhen e ka njohur në një spektakël shumë të famshëm edhe këtu është Big Brother. Unë këtij japi si këshill. Po dakor, ai po e respekton maksimalisht, po tash në fund fare çdo kush çdo në këtë shtëpi, çdo kush bën veshën, ne jemi të interesuar. Për shembull, siç ishte rasti ka moral para lojës, mos i. Po më ka pra moral, për shembull, rasti kësaj, unë se disha që ai të kanalu ty 15 minuta, right? Është fut ndush. Edhe unë i them, ke bo gabim, atë thash kështu. I thash dhe ati unë se dia fare. Unë nuk po mbaj anën jo moralit i dashur Kesi. Unë po të them që në momentin që ajo vjen si